Sot do flasim për një temë tepër delikate se si e ndryshon trauma trurin ton. Po prezantohem shkurtimisht, unë jam doktoresh Denisa Hoxha, mjeke që punoj në Gjermani, kam përfunduar specializimin në psikiatri dhe psikoterapi dhe punoj po në Gjermani. Online bëj video psikoedukimi sy kyçi po shikoni në YouTube, por në të gjitha rrjetet sociale. Atëherë, do flas për traumën, sepse është një temë që shpeshherë keq kuptohet dhe përdoret jashtëzakonisht shumë në gjuhën e përditshme tashmë, por ne do bazohemi tek Bibla e çdo psikiatri, që është ICD-10. Çfarë është trauma për një psikiatër? Kur bëhet kjo diagnozë dhe jo në çdo rast është traumë. Do e shikojmë me detaje, do hyjmë paksa në konceptet klinike dhe anatomike se si realisht truri ynë ndryshon. Dakor, do i përmbahemi ICD-10-s, edhe pse tani ka dalë ICD-11, por akoma përdoret 10. Që do të thotë, në fakt, trauma nuk është vetëm momenti kur ndodh diçka e keqe në jetë, por mos harrojmë që trauma shpeshherë i shoqëron disa persona gjatë gjithë jetës. Pse? Sepse është një plagë e padukshme, ajo emocionale. Nuk i shikojmë në plagët emocionale. Shikojmë vetëm ato fizike dhe kur e shikojmë dikë të lënduar, na vjen keq dhe mundohemi ta ndihmojmë, por plagët emocionale të personave të tjerë nuk i shikojmë dhe shpeshherë i injorojmë. Po tashmë do mësojmë si mund t'i vëmë re në ato. Ja, pra që personat që vuajnë me traumë, shpeshherë kanë reagime të forta, lëndohen lehtë, zëmërohen lehtë ose më tepër se ç'duhet. E marrin ndoshta diçka edhe më tepër personale se e bëjnë personat të cilët nuk kanë vuajtur një traumë, friksohen shpejt, vuajnë overthinking, janë gjatë gjithë kohës në mbimendim, mendja e tyre gjatë gjithë kohës kërkon rrezikun dhe e dini pse ndodh kjo. Sepse shumë e thjeshtë, një person që ka vuajtur një traumë, çfarë i thot mendje një personi të tillë? Kujdes sepse e keqja mund të ndodhi prap. Pra e keqja i duket një realitet i mundshëm. Dhe truri gjatë gjithë kohës në alarm, të ndodhi një herë, mund të ndodhi përsëri. Pra këta persona janë në pritje të diçkaje të keqe në jetën e tyre dhe kanë të vështirë të kuptojnë që ndodhi një herë, s'ka se si të ndodhi përsëri. Pra nuk arrin të distancohen emocionalisht nga një episod traumatik. Dhe kjo është një arsye pse shumë persona që vuajnë trauma, fatkeqësisht i shoqëron një gjendje ankthi e vazhdueshme. Por ka për gjithçka një zgjidhje, që kështu që ndroni deri në fund, se nuk dua ta dramatizoj këtë video, por do kalojmë në fund ku do shpjegojmë se si t'ja bëjmë. Këta persona kanë vështirësi të kenë besim tek njerëzit e tjerë. Edhe pse ndoshta dikush e ka me të mirë, po prap ka frikë, mos ndoshta nuk e ka me të ngecur diku. Ka ndjenja faji, ndjenja turpi, pa arsye, kjo veçanërisht ndodh tek ato vajza ose djem që ngacmohen ose dhunohen seksualisht në moshë të vogël, por jo vetëm dhe në moshë madhore. Duket sikur mos ndoshta ishte faji im, ndërkohë që asnjëherë nuk është faji i viktimës në këto raste. Truri dhe trupi i tyre qëndron gjatë gjithë kohës në alarm, janë në tension, kanë pagjumësi, vuajnë makthe, rrahje të larta zemre dhe një lodhje emocionale. Për pak gjë janë të mbingarkuar. Këto janë shenjat që mund të shikoni, ato plagët që unë thash pak më parë, nuk i shihni fizikisht, por emocionalisht mund ta vini re që ka diçka që nuk shkon. Dhe në fakt trauma nuk është thjesht një kujtim i keq, por trauma është një ndryshim real në mënyrën se si funksionon truri dhe sistemi nervor. Çfarë është trauma realisht dhe e thash pak më parë, do shikojmë në konceptin konkret psikiatrik, pra është një përvojë që çfarë ndodh në të përvojë? Duhet të jenë 3 element: rreziku ekstrem, frikë intensive dhe ndjenjë pa fuqie totale, pra ti je viktimë dhe ti nuk mund ta ndryshosh atë realitet. Kush mund të jetë një shembull i mundshëm? Marrim shembullin e tërmetit në Shqipëri, fenomenet natyrore. Covidi, një nga periudhat që ka shkaktuar gjendje ankth dhe trauma në masë. Potërisht po flasim. Aksidentet e rënda, dhuna fizike, dhuna seksuale,
luftrat, kërcënimet për jetën, fëmijë të cilët rriten me prindër toksik, fëmijë të cilët rriten me prindër të alkoolizuar, ndoshta konsumator droge, prindër që i neglizhojnë, prindër që i krahasojnë, fëmijët bullizmi luan një rol shumë të rëndësishëm. Kemi persona dhe pacientë që shikojmë çdo ditë janë në moshë madhore dhe akoma kanë trauma të bullizmit që kanë vuajtur në fëmijëri dhe në adoleshent. Qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë nga shoqëria, nuk ka rëndësi. Trauma ka forma të ndryshme, unë po përmend disa, por secili nga ju që shikon këtë video ja di shpirti i tij se kush është trauma që ka vuajtur, por duhet të ketë pikërisht të 3 elemente në momentin që ka ndodhur, ti ke patur frikë ekstreme, frikë intensive, ndjenjë pafuqie. Por çfarë thot ICD-10? Kush janë simptomat që duhet të ketë një pacient për t'i bërë diagnozën e çrregullimit të stresit post-traumatik, PTSD? Përkufizohet janë pikërisht këto kriteret kryesore. Rikthimi i kujtimeve të traumës, pra ti ke flashback. Në momentin që ti e kujton dhe pse kanë kaluar shumë vite, ti e përjeton me të njëjtin intensitet si në momentin që ka ndodhur. Vuan makthe të përsëritura lidhur me ngjarjen traumatike, shmang situata, vende, njerëz që të kujtojnë traumën, je në hiperalarm, truri dhe sistemi nervor janë gjatë gjithë kohës në alarm të vazhdueshëm. Këto janë 4 kriteret që përmbush kjo diagnozë. Po bëj një shembull konkret, të zëm sikur dikush pati një aksident e cila ndodhi në X rrugë. Ky person gjatë gjithë kohës fillon të evitoj atë rrugë. Pse? Sepse i rikujton traumën dhe kjo është ajo që unë po them, shmange situatave, vendeve ose njerëzve. Në momentin që ti i lejon traumës që të ndikojë në marrjen e vendimeve të tua, atëherë do të thotë që kjo traumë është akoma prezente në jetën tënde dhe shpirtërisht, emocionalisht nuk je shëruar akoma. Pra ka njerëz të cilët vuajnë dhe jetojnë në të kaluarën, pse? Sepse duket sikur jeta e tyre është stopuar në momentin e traumës. Si ndryshon truri? Duhet ta zvogëloj pak imazhin tim sepse do flasim për anatomin. Ktu kemi amigdalën. Amigdala është një zonë e trurit në sistemin limbik, është përgjegjëse kryesisht për frikën. Është qendra e frikës në trurin e njeriu. Dhe çfarë ndodh pas traumës në amigdal? Ndodh që reagon shumë shpejt. Truri hyn në një modalitet alarmi. Prandaj njerëzit pas traumës shpeshherë trëmben, kanë ndjenja ankthi, pa arsye të dukshme, duket sikur çfarë ke, sepse gjithçka është në rregull. Ndërsa në fakt ky person po i përgjigjet traumës, pra truri i tij përgjigjet edhe në një situatë të qetë. Shpeshherë ndodh tek pacient ku kanë humbur një familjar, ndoshta nga një sëmundje e keqe, ndoshta kanë humbur prindrit para kohe, ndoshta ka ndodhur diçka në pikërisht në këtë këndvështrimin e shëndetit në familje që ka lënë traumë të rëndë, një prind, një i afërm që ka vuajtur ndoshta edhe me kancer, dhe çfarë ndodh mbas këtij përjetimi? Shfaqin ankth. Pse ndodh kjo? Sepse truri atë ngjarje e ka përjetuar si epizod traumatik dhe shfaqet pikërisht në këtë formë sepse amigdala programohet në atë moment që të qëndrojë gjatë gjithë kohës e ndezur. Pra i kanë antenat ndezur. Mund të ndodhi e keqja në çfarëdo lloj momenti. E keqja është e mundshmja, më e mundshme për këta persona. Përveç amigdalas, kemi dhe një zonë tjetër të trurit që është hipokampusi. Hipokampusi është pikërisht kjo zona blu, si karkalec dedi e ka pak a shumë formën, dhe hipokampusi është përgjegjës për kujtesën dhe organizimi i përvojave, i memorjes. Dakor? Çfarë ndodh kur ti përjeton një traumë? Hipokampusi zvoglohet, atrofizohet. Dhe këta persona që vuajnë një traumë janë gjatë gjithë kohës në stres kronik, sepse në fakt kortizoli po aq e dëmton hipokampusin dhe kortizoli i lartë e çon hipokampusin
të atrofizohet edhe më tej. Prandaj këta persona kanë, mund të themi, kujtime të fragmentuara, si copa, jo një kujtim traumatik tamam i qartë, pra nuk e kujtojnë qartë, por e vuajnë me të njëjtin intensitet. Dhe çfarë ndodh? Që duke qenë se niveli i stresit qëndron i lartë te këta persona, kortizoli po prap qëndron i lartë dhe hipokampusi zvoglohet akoma më tej. Dhe ti nuk përqendrohesh dot në asgjë. Tulet niveli i përqendrimit. Dëshiron të lexosh diçka, nuk e lexon dot. Dëshiron të shikosh një film nga fillimi në fund, ke vështirësi që ta bësh. Pra, ndikim në vogëlsira në përditshmërinë tënde, por një ndikim jashtëzakonisht shumë i madh. Fëmijët që vuajnë një traumë në fëmijëri, edhe nuk mësojnë dot. Pse? Sepse pikërisht hipokampusi fillon të atrofizohet dhe ti nuk memorizon dot asgjë çfarë lexon, nuk përqendrohesh dot në shkollë. Prandaj fëmijët të cilët bullizohen etj, ulet rendimenti në shkollë. Nuk duan të shkojnë më në shkollë, sepse e përjetojnë atë ambient si një ambient i cili i ndez këtë ndjesinë e pakëndshme në trurin e tyre, e cila përkufizohet traumë. Hipokampusi zvoglohet edhe tek personat që vuajnë stres kronik të vazhdueshëm, pikërisht për këtë arsye. Dhe tashmë të gjithë thonë nuk përqendrohem dot. Si t'ja bëj që të përqendrohem? Duke ulur nivelin e stresit, duke punuar me traumën tënde. Se s'ke se si të përqendrohesh ndryshe, dhe duket sikur nuk shijon asgjë, sepse nuk përqendrohesh në asgjë. Dhe më pas kemi korteksin prefrontal. Shikoni pak këtu tani. Ky është korteksi prefrontal. Po e bëj pak me mouse këtu që të kuptoni, zona ballore e trurit, pra është zona ballore e trurit. Dhe këtu është amigdala, ajo që folëm në fillim, pra qendra e frikës. Korteksi prefrontal, kjo zona ballore, është përgjegjëse për vendimarrjen. Është ajo ndërgjegja e njeriut. Korteksi prefrontal na dallon edhe nga kafshët. Ne nuk jemi njerëz që jetojmë me instinkt, ne jetojmë me logjik. Por duke qenë se amigdala, zona e alarmit, është më e ndezur, logjika ka më pak hapësirë që të luaj rol në vendimet e tua. Pra, emocionet e tua janë më të ndezura se sa logjika. Dhe çfarë ndodh kur ti reagon ose të ndodh një situatë, ti bëhesh më tepër emocional se ç'duhet. Pse? Sepse logjika nuk reagon, korteksi prefrontal nuk reagon ashtu siç duhet. Nuk ka një balancë logjike emocione tek personat që vuajnë një traumë. Sepse peshojnë më tepër emocionet dhe ti reagon ndoshta në situata ku dëgjoj mund të kesh një diskutim me të dashurin tënd, me partnerin tënd, edhe thotë ai po pse reagove në këtë mënyrë se nuk e kuptove, por ndoshta ishte nuk e kuptova thotë ai, po ti reagon ashtu sepse ndoshta ishte ajo traumë që të ngacmoi diku emocionet e tua dhe pate një reagim të papërshtatshëm. Shpeshherë reagojmë dhe kemi konflikte në çift, kemi konflikte me njerëzit e afërm dhe në familje dhe me shoqërinë, pikërisht sepse kemi një traumë të papërpunuar dhe të tjerët na shikojnë sikur po kjo ç'pati tani. E kuptuat konceptin? Kush është lajmi i mirë? Lajmi i mirë është ky që kemi një dhuratë të mrekullueshme që është truri ynë, i cili është neuroplastik. Që do të thotë, në qoftë se ne punojmë realisht me psikikën tonë, me emocionet tona, ne mund të bëjmë të mundur që të gjitha këto zona të trurit, si hipokampusi, amigdala, korteksi prefrontal, të gjejnë balancën e tyre, edhe mbasi ti ke jetuar dhe ke përjetuar një traumë, sepse në fakt trauma e brendshme mund të shërohet në momentin që ne mësojmë që ta lëshojmë me terapi natyrisht. Tani do thoni ju si ta lëshoj doktoresh. Nëse unë i kam të dyja duart e mia të zëna, ta zëm sikur ky libri është trauma ime. Okej, unë i kam të dy duart e zëna. Nëse unë këtë libër dua ta ngrej për 24 orë gjatë gjithë kohës, nuk i kam duart e lira. Nëse unë vendosi ta lëshoj, i kam duart e lira dhe mund të mbaj diçka të re në duart e mia. Ky është koncepti i traumës. Pse ne duhet ta lëshojmë? Pse ne duhet të shërohemi shpirtërisht për të qenë të lirë, për të përjetuar diçka të bukur dhe për të shijuar
Dhuratën më të madhe që kemi, ajo që është jeta, dhe jeta nuk është asnjëherë vetëm ai ose ato episode traumatike, sado që të vështira të jenë ato, sepse ka edhe trauma komplekse, natyrisht që duan shumë kohë dhe shpeshherë traumat komplekse duan dhe trajtim me ilaçe, nuk janë aq të lehta sa ç'mendohet, por asnjëherë nuk janë të pamundura. Mëtej, unë ju ftoj, si gjithmonë, stafin e mrekullueshëm, janë si kjo vajza që buzëqesh këtu, mund ta kontaktoni në këtë numër WhatsApp 069 785 6707, është numri WhatsApp i stafit tim, të cilat mund t'ju japin një mendim për çfarë lloji shqetësimi që ju keni, mund të bëni vlerësime psikologjike me stafin ton, psikologët që punojnë tek psikiatri.al dhe që janë të gjitha të mrekullueshme, ose mund të bëheni pjesë e programit mujor të psikiatri.al. Është zgjedhje juaj e lirë, por mos harroni që edhe sikur t'i shkruani një mesazh, e keni pa pagesë, ju japin një mbështetje emocionale. Nuk jeni vetëm, jeni dhe me ne. Ju përshëndes dhe faleminderit që pat videon.